Faleminderit. Shumë i mirë. Ej, komplimente, ha? Faqim. Okej, ja që do pusnin dhe gjarë, pri nuk na i kishte marrë mendja. Kthehemi në arenë, goca. Ndërkohë ju lutem më jepni mundësinë të lidhemi me Fakirin, ku janë pjesa tjetër e sfidantëve, sepse do duhet i dërgoj dhe ata tek vila. Ju lutem më mundsoni lidhjen me ta. Nuk ma len natyra. Atëherë, Dona, Anada, Ilir dhe Romir, nuk e di nëse keni dëgjuar gjë. Keni dëgjuar gjë? I dëgjuat sa të bërtitura. E jani ta zbuloni sepse kanë bërtitur shokët tuaj. E jani tek vila. Kjo është gjëja. Keqë? Urime? Pra në bëjneve. Fituam me të dyja. Po jo thot. Sfida do të zhvillohet mes të katërtve. Pas ka ngel këtu një. Ka një kohë të kufizuar dhe vështirësohet minut pas minuti. Po do tym. Shohim sfidantët që drejtohen tek vila. A do shoh qartë. Një bukurie e jashtëzakonshme. Wow, sa simpatik. Voilà. Si e kanë emrin? Gjarprin. Atëherë, Kanë një emër, besoj. po t'ju prezantoj me Fiona Rushitin, akrobaten ton të lartësive dhe 4 pitonët e saj, të cilët ju do duhet si fillim t'i mbani në duar. Më pas sfida vështirësohet, do duhet t'i mbani në për trup. E më pas sfida vështirësohet, do duhet të lidheni në qaf me to. Ai që humbet, shkon në televotim. Sfida fillon kur të katërt pitonët janë në duar tuaja. Nëse keni frikë, nëse keni fobi, nëse ndjeni që nuk e bëni dot, ma thoni. Janë të ngrënshëm? Jo, ai mua, unë atë. Jeni gati? Okay. Atëherë mund t'i merrni pitonët. A të shtrëngohi? Po? Vetëm ose kam. Qa t'i bëjmë? Trajtoja në butësi, thot ose ka të Ky po ndjen lëkurën time, lëkurë në lëkurë, dhe po knaqet. Atëherë i keni të katërt në duar? Po. Koha fillon. Tani? Du ta vendosim në trup? Vetëm kujdes mos u bien në Ja, tokë. ky po më përqafon, Arban. Kujdes mos i stresoni, sepse gjarprind nëse stresohen, Qëse okay, amor. reagojnë jo mirë. Unë se besoj po e bëj këtë, se unë era parë që shoh. Wow, ky po vjen drejt qafës. Nuk po e besoj dot. Po më duket si Shqipe gome. ku ka ndaluar, e frikshme. Po është shumë i mirë. Wow. Është një lloj masazhi i ftohtë. Por është mikrofona i shumë. 50 sekonda. Po e mbaj mirë? Do ta vendosë në qafa tani. Si ta vendosi? Jesh vendosa. Atëherë sfida vështirësohet, gjarprind duhet i lini t'ju rrëshkasin gjithandej në për trup, jo vetëm në duar. Dona. Anada. Duhet ta ndërë të vendosë në qafa, po. Ape? Anada duhet i vendosësh në trup. Që të bëj? Lëshojni duart, duhet i lini në trupat tuaj. Po më lëshoj dorë ty. Mos bie? Se po ikëm poshtë? Vendosë të qafa, se nuk ja ke vendosë kam tjetër. Me iku. Kujdes. S'ka gjë. Ta lë? Është okay. Ta lë?
Nuk e di, nuk e ndoqë. Mund ta marrësh. Partire pa parë për pa djeshka. Anada u dorëzove? Më mirë. Anada mund të shkosh në aren. Okej. Sfida vështirësohet. Romir, Dona dhe Ilir duhet të rrotulloni gjarprin në qafën tuaj. Unë e kam gjysore që e kam këtu arma. Mirë pafshim. Ka ngesur duke qafa si kollare. Nuk e dia duket se një fshil. Ka gjetur habitatin e vetë. Kishe marrë këtë. Po pra do i kishte qenë më burmaje datën. Dona, Arrin të ke dy frikë? bashkë. Jo. Arrin të dy bashkë. Arrin të dy bashkë. Ale, ma. Edhe më kujdes se këtë ka rrë për shkrallë. Çfarë është kur e bën gjuhën kështu? Ha, më të do, domethënë, ka çam, okay. O Ilir! Se të bukur jam. Kokën. Se shoh kokën, ku e futin në xhep? Kujdesi gjarprin nuk duhet ikin nga trupi. Okej. Si shallë, Romir. Hiq, po rrim. Si ecin të dy bashkë. Me sa duket kemi tre konkurrentë shumë të fortë, ë? Me sa duket do e gdikemi me këto gjarprin sonte. Janë shumë të bukur arma. Të bukur, të bukur. A duhet me rrotullu 3 herë? Jo, besoj që duhet marrë një konfirmim nga Agaj, kam përshtypje se të tre ju e keni fituar sfidën dhe tre vajzat që nuk ja dolën do të shkojnë në televotim. E keni fituar! Urime! Jo, nuk po flisë këtë. Dorëzoja një miqtë e saj Fionës dhe kthehuni në aren. I paç me jetë. Faleminderit. Shumë të mirë. Miq të tillë pasja që tjetër. Shumë të mirë. Edhe kështu, Vaj mashallah. Ilir. Po. Sa të pjaq gocës. Po na Është lidhur. jep diçka para prakisht, domethënë që Okej, mbyllim lidhjen një moment me fermën.